Egli Tako ka komentuar së fundmi edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania, duke ndarë mendimet e saj për produksionin, castin dhe fituesen e këtij sezoni. Ish finalistja u shpreh se pavarësisht angazhimeve të shumta, e ka ndjekur programin aq sa ka pasur mundësi, pasi sipas saj është e vështirë t'i shpëtosh fenomenit të Big Brotherit. Egli vlerësoi maksimalisht punën e produksionit këtë vit, duke e cilësuar si një nga më të mirët që janë parë ndonjëherë në mediat shqiptare. Sipas saj, momentet më të rëndësishme të spektaklit kanë qenë të pamundura për t'u shmangur, sidomos për shkak të viralitetit që kanë marrë në rrjetet sociale. Produksioni këtë vit ka qenë i jashtëzakonshëm. Kemi parë ca çuditëra këtë vit që nuk i kishim parë ndonjëherë. Për këtë bën diferencën. Për sa i përket castit, mund të them mund të ishte edhe më mirë. Marr parasysh produksionin gjigant, u shpreh ajo. Megjithatë, Egli theksoi se është ndjer e lumtur për triumfin e Selin Bollati.